Teleshikues, jemi në koha për të zgjuar këtu në News 24. Sot është ditë e hënë, data shënon 7 prill 2025, është dita e 97 e vitit. Deri në përfundim të këtij viti kanë mbetur edhe 268 mundësi për gjithë ju për të realizuar objektivat që i keni vënë vetes. Sot dielli ka lindur në orën 06:15, ndërkohë që do të perëndojë në orën 19:12. Ne nisim si zakonisht me shtypin e ditës për të vjuar më pas në pjesën e dytë me telefonata dhe në pjesën e tretë me ekspertin e ditës, që sot, siç do të thënë, do të jetë eksperti i pensioneve, zoti Kujtim Hoxha. E nisim fillimisht me panoramën. Dekriminalizimi, formularët në KQZ, kandidatët që kanë probleme me ligjin. Dënimet, plotësimi i formularëve të dekriminalizimit të kandidatëve për deputet për Parlamentin e Ri të dorëzuar në KQZ ka evidentuar shkelësit e ligjit. Socialistët kanë vepra të rënda penale duke filluar nga mbajtja pa leje, falsifikim dokumentash e po ashtu shkelje të rregullave të qarkullimit, apo kundërshtim të punonjësve të policisë. Opozitarët kanë deklaruar në formularët e tyre që nga dënimet për shpifje deri tek aksidentet dhe shpërdorimi i detyrës. Në faqen 4 gjeni materialin e plot. Ndërkohë, kryeartikulli i panoramës për sot, muajt e parë të qeverisë, Berisha premton amnistit kamatave të energjisë dhe faljen e gjobave për bizneset. Në këtë moshë nuk kam ambicje pushteti, as për para, por mbrojtjen e vlerave të demokracisë, kreu i PD-s, sot në Strasburg. Faqen 2, materiali i plot. Tituj të tjerë hynë në fuqi udhëzimi si do të bëhet eksporti i kanabisit mjekësor, rastet e shkeljeve, kriteret çfarë ndodh nëse produkti është i palishëm dhe konfiskohet. Në faqen 5. Bardyl Qipi, roli i shkencës së anatomisë humane në hulumtimin e ngjarjeve kriminale, faqet 12 dhe 13. Afati, legalizimet, lista me 262 përfituesit në 3 qytete, faqen 20 të gazetës Panorama. Autobiografia, vizioni Petro Marcos për dashurin, si i injoroi vitet e burgut, nga Behar Gjoka në faqet 14 dhe 15. E nënshkroi më 4 prill 1929, kopja që u la miqve, që përmban testamenti i Mitat Frashërit dhe amaneti, dokumentimi i historisë që nga 1603. Një shkrim që vjen nga Kujtim Nuro në faqet 16 dhe 17. Hapësira opinion, monumenti i turpit, shkruan Ben Andoni në faqen 19 dhe Anila Jole, sjell në faqen 18, Tinka Kurti, shteti i dështon për ballë kujtesës së vet. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Panorama për ditën e sotme. Ne do të vijmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e Gazetës Telegraf, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Skandali 2.9 milion litra vaj palme, në etiketa shënohet 100% qumësht lope. Në vitin 2024, në Shqipëri janë importuar 2.9 milion litra vaj palme. Sipas ekspertëve ushqimor, analizat kanë treguar se qumshti i ambalazhuar përgatitej me vaj palme. Ky është mashtrimi nga ana e tyre pasi ti kur shënon se i jep një fëmijëve qumësht lope, dhije, deleje, në fakt po i japin prodhim bimor vaj palme. Sigurisht se yndyrnat dhe vaj palmës ka tendencën të depozitohet tek enët e gjakut, dhe kjo sjell pasojë për shëndetin e konsumatorit. Yndyrat e larta në gjak shkaktojnë sëmundjet e zemrës, tension të lartë, diabet dhe veshka. Faqen 2, materiali i plot. Ministria e qytetarët të sigurohen te privati për shpenzimet. Shqipëria s'ka ilaçe dhe pajisje për sëmundjet kancerogjene. Pasi dështuan me shëndetësim falas dhe grabitën qytetarët me PPP-t abuzive, Ministria ja kalon përgjegjësinë qytetarëve që të sigurohen për shëndetin në skemat private. Edhe pse 60% e shpenzimeve mbulojnë nga xhepi dhe 160 milion euro në vit i paguajnë për sigurimet shëndetësore në shtet, shqiptarët po shtrydhen njëherë nga shteti dhe njëherë nga oligarkët. Në faqen 4, materiali i plot. Demokraci me DPI, interneti nën kontrollin zyrtar para 11 majit, ja rreziqet e përgjimit të qytetarët. A do jap llogari One dhe Vodafone
Kreu i PD-s Berisha, Elbasani Madhështor fillon me ndërtimin si vepër e parë të bypassit. Taksat mbi ndërtimin do t'jenë 8 deri në 10 herë më t'ulta. Asim Canaj, ato që na dallonin në Europë, traditat doket e dollit po humbasin, sot nuk njihet as kanuni Dugagjinit, as i Labëris. Në faqen 14. Partia Socialiste, Rama nga shtabi elektoral i PS-s, do heqim taksën e ndërtimit të parkimeve. Me shqiptarët do çojmë Shqipërinë në BE. Ervin Demo, investimi që do të nisim për rrugën Berat-Çorovod, do krijojë unazën turistike jugore që do të shkurtojë 14 kilometra. Drejtësi, harta e regjysore hartuar nga ekipi shkencor i KLG-s zvarrit qytetarin 14 vjet për një çështje bazike në gjykatë. Këto ishin titujt kryesor nga Gazeta Telegraf për ditën e sotme. Ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha Gazetës Fjala, shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. Përplasje me Ramën, Roshi, fushat për të djathtën në Kavaj. Ish kreu i bashkisë ka dalë hapur në fushat krahkushëririt të tij Elton Roshi, i cili kandidon në listat e hapura në koalicionin e drejtuar nga Sali Berisha. Çfarë ndodhi mes Ramës dhe Roshit dhe a do të firojnë votat e së majtës në këtë bashki? Faqen 2, materiali i plot. Zgjedhjet Berisha në Bruksel, takime për superfuqi fushate. Lideri i Partisë Demokratike do të zhvillojë sot një vizitë zyrtare në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës në Strasburg. Berisha do të takohet me drejtues të lartë të grupimeve politike europiane dhe institucioneve ndërkombëtare në të cilin synon forcimin e pozicionit të tij në skenën politike. Editorial nga Leonard Veizi, Amerikanët po na japin leksionin e radhës si të ngrihemi në protesta. Rajoni i Këshillit të Sigurisë, Serbia po tenton të sabotojë krimin e institucioneve të reja të Kosovës. Mësuam të bëhemi mësues, kujtime dhe përjetime për shkollën e mesme pedagogjike 17 nëntori, nga Sadik Reçi në faqen 12. Këto ishin titujt kryesore dhe nga Gazeta Fjala. Shkojmë tani te një tjetër gazetë e përditshme, është radha e Gazetës Dita, shohim titujt kryesorë të saj për ditën e sotme. Tarifa Trump, shrebela e Kuksit dhe fshati shqiptar që prodhon lakrën e Brukselit. Si po ndikon lufta tregtare dhe tarifat e presidentit amerikan që kanë trazuar botën në tregun e vogël shqiptar. Cilat janë mallrat tonë që dërgoheshin drejt Shteteve të Bashkuara dhe çfarë po ndodh aktualisht me prodhimin dhe shpërndarjen e tyre. Në faqen 9, materiali i plot. Krye artikull e vërteta e ikonës, Tinka Kurti nuk është braktisur. Arsyeja pse aktoria e njohur Tinka Kurti, një nga emrat më të mëdhenj të kinematografisë dhe teatrit shqiptar, aktualisht ndodhet në shtëpinë e të moshuarve. Vdekja tronditëse e djalit të aktores dhe refuzimi për të marrë pjesë në ceremoni, festa apo dhënie titush. Ata që e njohin nga afër e dinë se sa e vështirë deri në pamundësi është që t'i imponohet një zgjedhje jashtë dëshire Tinkës. Në faqen 24. Historia dje dhe sot, një rrëfim i Myslim Pashait, shkolla Skënderbej, tragjedia e Ortekut dhe misteri Mehmet Sheut. Dëshmitar në disa udhësi të lëvizjeve në përgatitjen e ceremonialit, kur interesohesha për identifikimin e vllajt të rënë, Bilbil Pasha. Telegrami mortori i Mehmet Sheut për Aziz Dulen, shokun e tij të luftës. Faqen 19, materiali i plot. Titujt të tjerë, apeli, bëni kujdes, ambasada amerikane në Tiranë, mesazh publik për mashtrimet me vizat. Mos i besoni askujt nëse ata e plotësojnë aplikimin gabim ose me informacion të rrem, ti je përgjegjës. Në brëndësi, trofeu i BE-s dhe klasa jon politike,
nga Artan Duka, një situatë e padrejtë dhe qesharake nga Skënder Mingjozi në faqen 6. Alo 116, telefonatat që dëshmojnë se situata me konfliktet mes adoleshentëve është emergjente. Linja kombëtare e telefonit për fëmijë vetëm në 3 muajt e parë të këtij viti ka regjistruar mbi 2800 thirrje. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Dita për ditën e sotme. Ne do të zhvendosemi tani te një tjetër gazeta e përditshme, është radha e gazetës Sot, shohim titujt kryesor të saj për këtë të hënë. SPAK trondit majat e pushtetit, në listën e hetimeve një ish kryeministër, një ish kryetar kuvendi, 3 ish ministra, 4 deputet, 3 kryetar bashkie, 4 ish gjyqtar, 2 ish prokuror dhe 6 zyrtar të tjerë të lartë. Faqen 4, materiali i plot. Brukseli blindon SPAK dhe i tregon vjen e kuqe Ramës dhe Berishës. Reforma në drejtësi është e panegociueshme. Parlamenti Evropian apelon të goditen të korruptuarit në Shqipëri. Në faqen 3. Britanikët kërkojnë nga SPAK dhe KQZ verifikimin e kandidatëve për deputet për të kaluar në kriminale, listë me emra që i prek dekriminalizimi. Berisha, Rama dhe Meta po përsërisin Enver Hoxhën në politik. Ja intrigat, pazaret, skandalet, krimet dhe korupcioni që i kanë shoqëruar në gjithë këto vite pushtet. 100.000 palestinez në Shqipëri për të mbyllur hallet e Edi Ramës zbardhen prapas skenat e vizitës së kryeministrit në Izrael për negociata nëpërmjet izraelitëve me presidentin Trump. Zbardhet dosja e përgjimeve të SPAK, Velia i dyshohet se inskenoi pagesën 2 milion euro për Olsdadon, ja manipulimet, dirigjimet, orientimet për dëshmitarët dhe kërcënimet nga burgu i Durrësit. Si kërkoi të ndërhynte te Manje, gazetari dhe oligarku që të mos e transferonin në Alcatraz. Tituj të tjerë. Dyshimet forta për përfshirjen e njerëzve të Edi Ramës në bandën e përgjuesve të SPAK, njerëzit e Fatmir Xhafës dhe Agaçit të përfshirë në skandalin e vitit. Thellohet skandali, interneti nën kontrollin e qeverisë para 11 majit, zbardhet skema si do të përgjohen qytetarët në kompanitë e internetit dhe të telefonisë celulare janë instaluar shtatpajisje DPI. Bujësjellësi i ri i Tragjasit do të furnizojë ekskluzivisht me ujë 7 komplekse luksoze në Palas, Drimadhes dhe Ndërmi, pagëzuara nga Edi Rama si investime strategjike. Dalin dokumentet. Mimoza Marianaku, ti jesh në skenë, është një punë e madhe, por vështirësia dhe kënaqësia ecin paralelisht në çdo herë. Këto ishin titujt kryesor edhe nga gazeta Sot. Për ditën e sotme, ne do të vjojmë tani me një tjetër gazetë të përditshme, është radha e të përditshmes më të madhe sportive në vend, Panorama Sport, shohim titujt kryesor të saj për ditën e sotme. Tirana në dorë të Partizanit, arena kombëtare, ora 20, kryeqyteti ndalet për ndeshjen e madhe. Shkëmbi, shlyejm gabimet, kjo lojë është e jona. Gega pa presion do të na shihni me stil ndryshe. Najdovski dhe Belica analizojnë si ish, ndërkohë 3 takimet e luajtura ditën e djeshme, vlefshme për javën e 32, Laçi Skënderbeu 1-2, Bismarck turpron Kurbinasit Korçarët më pranë mbijetesës. Bylis Vllaznia 1-0, Da Silva nderon Mallakastriotët, Shkodranët, ekskursion në Ballsh. Dinamo Teuta 1-1, Durrësakët pikë shprese blut matematikisht në Final Four. Detajet nga java 32, takimi mes Tiranës dhe Partizanit, derbit i cili përcakton fatin e kryeqytetasve bardhë e blu. Por edhe Partizani përsa i përket situatës saj në Final Four. Detajet nga faqja 2 deri në faqen 8. Historike, Vora në superiore, një qytez e gjitha në fest. Kategoria e parë përpleshje dhe
Karrige Kokës shpërthen dhuna në Vlorë. Takimi flamurtari bën harakiri Besa në Valle për elitën. Kategoria e dytë, luftëtari dhe Iliria kthehen në të parën, faqen 12, tituj të tjerë. Parashikimet 1x2 në Panorama Sport, ndeshjet e sotme në faqen 24, titujt nga bota Itali, Juventusi dhe Roma, paqe në mbrëmje. Çerek finalet Champions League përqendron të gjitha ekipet, Gjermani, Bayerni 5 titular, humbasin Interni. Angli takimi i mërzis në Manchester, ka 0 gola në faqen 20. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta më e madhe sportive në vend, Panorama Sport, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në Shqipëri. Ne do t'i rikthemi tani edhe një herë titujve kryesor të gazetës më të madhe shqiptare, gazetës Panorama. Dekriminalizimi, formularët në KQZ, kandidatët që kanë probleme me ligjin. Dënimet, plotësimi i formularëve të dekriminalizimit të kandidatëve për deputet për Parlamentin e Ri të dorëzuar në KQZ kanë evidentuar shkelësit e ligjit. Socialistët kanë vepra të rënda penale duke filluar nga mbajtja pa leje, falsifikim dokumentesh e po ashtu shkelje të rregullave të qarkullimit apo kundërshtimi i punonjësve të policisë. Opozitarët kanë deklaruar në formularët e tyre që nga dënimet për shpifje deri tek aksidentet dhe shpërdorimi i detyrës. Faqen 4 gjeni materialin e plot dhe listën e kandidatëve që kanë një të shkuar kriminale apo një precedent. Kryeartikulli i Panoramës, muajt e parë të qeverisë, Berisha premton amnisti të kamatave të energjisë dhe faljen e gjobave për biznesin. Në këtë moshë nuk kam ambicje pushteti, as për para, por mbrojtjen e vlerave të demokracisë. Kreu i Partisë Demokratike, sot në Strasburg. Në faqen 2 gjeni materiali i plot. Hy në fuqi udhëzimi si do të bëhet eksporti i kanabisit mjekësor, rastet e shkeljeve, kriteret, çfarë ndodh nëse produkti është i palishëm dhe konfiskohet. Në faqen 5. Bardhyl Qipi, roli i shkencës së anatomisë humane në hulumtimin e ngjarjeve kriminale, faqet 12 dhe 13. Afati legalizimet, lista me 262 përfituesit në 3 qytete, e gjeni në faqen 20 listën. Autobiografia, vizioni Petro Marcos për dashurin, si i injoroi vitet e burgut. Një shkrim sjell nga Behar Gjoka në faqet 14 dhe 15. E nënshkroi më 4 prill 1929, kopja që u la miqve. Ç'përmban testamenti i imitat Frashërit dhe amaneti. Dokumentimi i historisë që nga 1603, ndërkohë shkrimi vjen në faqet 16 dhe 17 nga Kujtim Nuro. Hapësira opinion, monumenti i turpit nga Ben Andoni, në faqen 19, edhe opinioni i fundit, njëkohësisht dhe titulli i fundit i gazetës Panorama për ditën e sotme, vjen nga Anila Jole, Tinka Kurti, shteti dështon për balë kujtesës së vetë. Këto ishin titujt kryesor nga gazeta Panorama për ditën e sotme, e gjeni në çdo pikë shitjet gazetave në vend. Ne do të shkëputemi tani për një hapësirë publicitare, rikthehemi pas pak me telefonatat në studio.